Një konferencë organizuar për stomatologji nga Njësia Vendore Kujdesit Shëndetësor në Lezhë, në takimin u theksua nevoja për përmirësimin e shërbimit dentar, sidomos në shkolla. Kryebashkiaku Pieri Ndreu dhe përfaqësuesi i Njësisë Vendore Kujdesit Shëndetësor vënë duke mungesën e këtij shërbimi dhe rëndësinë e ndërhyrjeve konkrete. Ajo që ende nuk e kemi arritur dhe që mendoj që do doj një vlerë të shtuar dhe një model të shtuar llogaridhënieje që do t'ishte për stomatologun e shkollës, do t'ishte mbasi një kartë performance që është e bashkërenduar si nga operatorët e shërbimeve të kujdesit shëndetësor nëpërmjet Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor, si nga zyrat vendore të arsimit, pra ku mjeku stomatolog bëhet llogaridhënës jo vetëm ndaj fëmijës për shërbimin që është duke dhënë dhe ndaj prindit që ka dhënë një miratim për dhënien e këtij shërbimi, por edhe ndaj mësuesit, drejtuesve të shkollave, por edhe shefit të shërbimit që ka në Njësinë Vendore. Duhet ende një nevojë për të nxitur edhe prindin për rritjen e besimit, por edhe stomatologun, siç thash, për të rritur mundësinë e ndërhyrjes, të edukimit së pari, por që ky edukim nuk vjen dot vetëm duke komunikuar drejt për drejt me fëmijën nëpërmjet mësuesit, por do duhet një lidhje e përbashkët edhe me prindrit për të arritur një sukses, edhe që këto kabinete dentare të cilat janë investuar edhe që funksionojnë brenda shkollave, mos janë kabinete që kanë një numër të ulët ndërhyrjesh, por një numër që është gjithnjëherë në rritje dhe që patjetër bashkohet edhe me stomatologun privat. Bashkisë Lezhë do të gjithmonë për gjithçka që ka të bëjë me shnetën apo gjithçka tjetër, dhe kjo mënyrë e të komunikuarit dhe të sqaruarit apo të shkëmbimit përvojave në tryezë është një gjë e jashtëzakonshme që në fakt ju tregon edhe të tjerëve se ne po merrem me këtë punë dhe po i them pikat mbi i dhe po ju tregojmë njerëzve se çfarë kanë dhe nuk e përfitojnë, çfarë duhet ta përfitojnë dhe si. Prandaj jam gjithë shpresë se edhe këtë shërbim ta zhvuat të gjithë ku duhet. Por ishte vërtet duhet të pranem një gjë, nuk është se informacionet tona kanë qenë shumë të këndshme nga shërbimi në Lezhë. Ta themi kështu. Megjithatë, mendoj se me këtë tryezë do të rregullohen shumë gjëra dhe ky shërbim do shkojë në nivelin që duhet. Sepse është shërbim. Në momentin që kemi shërbim, duhet shërbim. Stomatologët theksuan nevojën për rritjen e ndërgjegjësimit të prindërve dhe përfshirjen e tyre në kujdesin oral të fëmijëve. Një tjetër shqetësim ishte rezistenca e adoleshentëve ndaj depistimeve dentare, duke theksuar rëndësinë e politikave parandaluese. Gjithashtu nënvizuan nevojë për ndihmë stomatolog për të garantuar një shërbim efikas.